apo ki qef më dokt ma i bukur, me bo një operacion plastik që po i thënë tash. Ama pa e prej këtyrën tane, pa bo kur gja. Veç më dokt ma i bukur, apo ki qef? Ka thonë Muhamedi a.s. Allahu ja shëndrit ftyrën e tina, ja ba ftyrën e tina të mirë, dashën, atina i cili dëgjon diçka prej meje, prej Muhamedit a.s. edhe u akallzon tjerëve. Për shembull, keni që Muhamedi a.s. ka thonë kështu, merre që ato mësue, puno me ta edhe kallzoj atjerëve. Keni që Allahu Azza wa Jall ka thonë kështu, merre, mësue edhe kallzoj atjerëve. Ka thonë Muhamedi a.s. Allahu ja shëndrit ftyrën e tina, ja ba ftyrën e tina dashën atina i cili punon kështu. Nëse don që më dokt në ftyrën tane dritë, atëherë mësua ato që ka thonë Allahu Azza wa Jall edhe Muhamedi a.s. qoftë edhe pak. Qysh ka thonë Muhamedi a.s. edhe në qoftë se është një ajet. Për shembull, e ke mësu kul huwallahu ahad. E ke mësu? E lexon sala? E thu shpesh? Çata mësoj atjerëve. Nuk po lypet shumë prej teje. Çata e keni, e ke mësu, çata mësoj atjerëve. Ka të zatesh për muslimanëve. Mësoja. Allahu Azza wa Jall ta shëndrit ftyrën tane. Në Allah na bë për muslimanëve të mirë. Mua bën Allah për këtë nisje kështu që e bëna. Po e kum pa që njerëzit veç ata po njohen. Nuk po njohen tjera forma. Për shembull, muslimanët e parë janë fal natën për më shëndrit ftyra ditën. Janë fal sala kanë bën natën që ftyrat e tyre më dokt më të mira ditën. E lutem Allahun Azza wa Jall na bë për muslimanëve të mirë.